Sot, si në çdo 6 janar, besimtarët ortodoks festuan ditën e ujit të bekuar në kishën Shëngjergji dhe Shën e Premte, me ritualin simbolik të hedhjes së kryqit në ujë, i cili duhet të kapet nga besimtarët, pasi simbolizon pastrimin dhe ndriçimin e tyre. Ky veprim këtë vit u realizua në kishë për shkak të motit të keq, që ka përfshirë Lushnjën dhe gjithë vendin. Dita e ujit të bekuar është një nga festat më të rëndësishme të kalendarit kishtar, sepse përkujton pagëzimin e Jezu Krishtit në lumin Jordan, tha diakon Leonardi. Krishti është busulla e orientimit për të cilën ka nevojë njerëzit në jetë, është mesazhi që ai u drejton besimtarëve ortodoks dhe jo vetëm. Kisha jonë kremtoi sot me madhështi të kremtën e madhe të pagëzimit të Zotit tonë Jezu Krisht. Ne pasi kemi përfunduar liturgjinë hynore, bëjmë bekimin e ujit, edhe besimtarët të shumtë erdhën duke marrë nga i uji i bekuar. Kjo kremtë sot më simbolizon edhe tregon për pagëzimin e Zotit tonë Jezu Krisht. Perëndia, edhe pse mori natyrë njerëzore, ai ishte Perëndi, pra ishte i pamëkatshëm. Krishti dënjoi të pagëzohet për ne, për shpëtimin tonë, për të na treguar ne një rrugë se si ne duhet të vazhdojmë dhe duhet të ndjekim. Shpeshherë njerëzimi ka nevojë për një busull orientimi, kështu që për ne të krishterët, Krishti është gjithmonë busulla e orientimit për jetën dhe për gjithë familjen dhe kudo që ndodhemi ne. Ndaj unë duhet të uroj gjithë besimtarët e krishterë ortodoks dhe vetëm, gëzuar të kremtën e madhe të pagëzimit të Zotit tonë Jezu Krisht. Të gjithë ujërat sot janë të bekuar, ata besimtarët mund të marrin ujë dhe mund të përdorin në shtëpitë e tyre për të spërkatur shtëpitë e tyre dhe po ashtu në raste sëmundjesh mund ta përdorin nga ai ujë për bekim dhe për shërim. Edhe një herë gëzuar për shumë vjet, edhe Zoti t'ju bekojë dhe t'ju ruajë të gjithëve.